Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Fejr, ajetet nga 6 deri në 14. Elem tara kejfe fa'ale rabbuke bi'ad, Iram dhati l'imad, التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Val, a nuk e diti se çfarë ka bërë Zoti yt me fisin Ad, banor të Iremit me pallate shumë shtyllëshe, të atill që nuk janë krijuar askund tjetër në tokë si ata, dhe me fisin Themud, që gdhendi shkëmbint në lugin për të bërë shtëpi, dhe me Faraonin, njeriun e hunjve, ku torturonte njerëzit. Të gjithë këta shkelën çdo kufi në vendet e tyre, duke shtuar atje shturjen dhe korrupsionin. Prandaj Zoti yt lëshoi mbi ata kamxhikun e dënimit, vërtet Zoti yt është gjithnjë në prit. Komentimi: dhënia kohë të padrejtëve dhe hakmarrja. Në vazhdim të ajeteve që u cituan më lart, që në vetvete përmbanin betime me plot kuptim për sa i përket faktit të dënimit dhe të ndëshkimit të kriminalëve dhe të jo besimtarëve, do të hasim ajete që përmendin disa popuj të fortë që kishin fuqi të mëdha. Këta popuj ishin mendje mdhenj dhe arrogant dhe në këtë mënyrë zgjodhen në rrugën e mburjes dhe të kriminalitetit. Këto ajete flasin për këtë lloj populli dhe për fatin e dhimbshëm të tyre. Qartësohet shumë mirë gjendja e tyre që jo besimtarët e Mekës dhe popujt të tjerë që mund të jenë më të dobët se ata, t'i bëjnë llogaritë të zgjohen nga përgjumja dhe neglizhenca. Së pari thotë Val, a nuk e di ti se çfarë ka bërë Zoti yt me fisin Ad? Qëllimi i përdorimit të fjalës ru'yet në këtë rast është për dijen dhe njohurit. Por për shkak se ky tregim dhe kjo ngjarje e këtyre popujve ishte bërë aq shumë e njohur, dukej sikur njerëzit që e dëgjonin e kishin parë me sytë e tyre, pra e kishin përjetuar atë, ndaj edhe është interpretuar me fjalën ru'yet. Në të vërtetë edhe pse adresuesi në këtë ajet është vetë profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është paralajmërim për të gjithë. Adi është populli profetit të madh të Allahut, profetit Hud, paqja e Zotit qoftë mbi të. Disa historian besojnë se populli i Adit ishte i ndarë në dy fise, një fis jetonte shumë larg dhe Kurani i shenjtë ata i ka cituar me emrin Adul Aula. Ata kanë mundësi të kenë jetuar para historisë së njerëzimit. Ndërsa fisi i dytë ka jetuar përgjatë periudhës së historisë së njerëzimit, mendohet se ata kanë jetuar 700 vjet para lindjes së profetit Mesih, Isait, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe janë të njohur me emrin Ad. Mendohet se kanë jetuar në tokën e Ahkafit ose në Yemen. Ata ishin trup mëdhenj dhe të fuqishëm dhe për këtë shkak konsideroheshin si luftëtar elit. Gjithashtu për nga ana e qytetërimit, ata ishin shumë të emancipuar, kishin qytete të ngritura, toka të mbjella, kështjella të mëdha si dhe kopshte plot lulëzim dhe freski. Disa komentues janë të mendimit se Ad është emri i gjyshit të këtij fisi, sepse zakonisht fiset thirreshin me emrin e gjyshit. Mëtej Allahu shton banor të Iremit me pallate shumë shtyllëshe. Për sa i përket emrit Irem, nëse është emër fisi i personi një vendi apo qyteti, midis komentuesve ka shumë diskutim. Zamakhshari në librin e tij Keshaf transmeton prej disa dietarëve se Adi është i biri Eus dhe ai është djali i Iremit. Iremi është djali i Samit e Sami është djali i Nuhut. Për shkak se fisi thirrej me emrin e gjyshit, edhe fisin e Adit e thërisnin me emrin Irem. Të tjerë janë të mendimit se Iremi është i Adul Aula, ndërsa Adi është fisi i dytë. Komentues të tjerë janë të mendimit se Irem është emri i tokës dhe i qytetit të tyre, por e përshtatshme me ajetin tjetër është që Irem është emri i qytetit të tyre. Fjala Aimadun ka kuptimin shtyll, shumës i tij është umud, shtyllat. Nëse do të bazohemi në komentimin e parë ku flitej për trupat e fuqishëm dhe për shtatin e tyre duke i krahasuar me shtyllat, është e dukshme se flitet për popullin e Adit. Nëse bazohemi te komentimi i dytë ku flitet për ndërtesa të mëdha dhe për kështjella të papara, si dhe për shtylla gjigande që janë përdorur për ndërtimin e këtyre kështjellave, na çon në atë drejtim që themi se flitet përsëri për fuqinë dhe forcën e popullit të Adit. Komentimi i dytë është më i përshtatshëm se i pari ku flitet për shtylla të mëdha të kështjellave. Prandaj, në ajetin tjetër shton, të atill që nuk janë krijuar askund tjetër në tokë si ata. Ky interpretim tregon se qëllimi i përdorimit të fjalës Irem është të tregojë për qytetin dhe nuk bëhet fjalë për fise.
Shumë komentues të Kuranit e kanë pranuar këtë komentim për shkak të këtij argumenti, gjithashtu edhe ne e përzgjodëm si preferencën tonë. Disa komentues kanë folur gjatë për një tregim të bukur, për sa i përket qytetit të Iremit dhe për shkretë të tjera të gadishullit arabik, duke e përshkruar me shumë delikatesë ndërtesat e mëdha dhe të bukura, shkretë të tjera Adenit dhe ndërtesat e jashtëzakonshme dhe të papara më parë, por këto tregime janë më të afërta me prallat dhe ëndrat sesa me një të vërtetë. Sido që t'jetë, nuk është për t'u habitur apo për të qenë të pasigurt, sepse populli Adit dhe qyteti i tyre ishte ndër më të fuqishmit dhe shumë i zhvilluar, sikurse e thot vetë Kurani, nuk gjendet qytet tjetër si ai qytet i bukur. Janë treguar shumë tregime të ndryshme për Xhennet i Shedad. Në Gojdhon është folur shumë se ai ishte djali i Adit. Është folur aq shumë për ta sa që kopshtet e Iremit u përdornin nga njerëzit si fjalë të urta e si gjeza, por këto tregime më tepër ngjajnë me mitologjitë edhe pse në to kanë edhe rrënjë të së vërtetës, por së bashku me rrënjët kanë edhe degë gjethe të shtuara. Pasi u fol për popullin e Adit dhe qytetin e Iremit, do të shkojmë në një tjetër çështje ku flitet për armiqtë e popujve të mëparshëm. Allahu thot në Kuran se nuk pat se si u soll Allahu me popullin e Themudit, po ai popull që priste damarët e tij në fushë dhe mbi gjak ndërtonte shtëpi dhe kështjella. Dhe me fisin Themud që gdhendi shkëmbin në lugin për të bërë shtëpi. Populli i Themudit është ndër popujt më të vjetër, profeti i tyre ishte profeti Saleh, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ata jetonin në tokën me emrin Wadi el-Keri, e cila gjendej midis Medinës dhe Shamit, ishin të qytetëruar dhe të zhvilluar, kishin një jetë të pasur, ishin pronar të ndërtesave të mëdha. Disa komentues janë të mendimit se Themud ishte emri i babait të një fisi. Fjala Xhebu në origjinal është marrë nga fjala Xhubeh, që ka kuptimin ultësir, fushor, më pas ka marrë kuptimin prerje të çdo pjese të tokës. Edhe dhënien e përgjigjes së një fjalie kanë quajtur Jawab, sepse duket sikur e ndërpret ajrin dhe nga gjuha e folësit arrin në veshin e dëgjuesit ose sepse ndërpret pyetjen dhe jep fund asaj. Sido që t'jetë, qëllimi në këtë rast është për prerjen e pjesëve të maleve dhe krijimin e shtëpive të sigurta, sikur se lexojmë në ajetin 82 të surës Hijr, ku flitet po për popullin e Themudit, ata ndërtojnë shtëpi të sigurta në zemër të maleve. I ngjashëm me këtë kuptim është edhe ajeti 149 i surës Ash-Shura, sepse edhe në këtë ajet janë përmendur shtëpitë e tyre, duke thënë: ju i gdhenni shtëpitë në male me mjeshtëri të rrallë. Të tjerë janë të mendimit se populli i Themudit ishte populli i parë që priste gurët e maleve për të ndërtuar shtëpi të forta në zemër të maleve. Fjala Wad ka qenë Wadi, që ka kuptimin shtrati i lumit ose vend ku kalon lumi. Ndonjëherë përdoret me kuptimin lugin sepse lumenjt kalojnë nëpër lugina që janë pranë maleve. Në këtë rast, kuptimi më i përshtatshëm është ai i dyti, pra lugina, sepse nëse bazohemi tek ajetet e tjera të Kuranit që flasin për këtë popull dhe sikurse u tha më lart, flitet për popullin e Themudit, populli i Themudit i ndërtonte shtëpitë e tyre afër maleve, ata bënin gati gur dhe me ta ndërtonin shtëpi të sigurta. Në një hadith thuhet se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte nisur për në luftën e Tebukut. Përgjatë rrugëtimit kaloi në jug të Arabisë dhe kur arriti në luginën e Themudit tha: nxitoni sepse ju jeni në tokën e mallkuar. Padyshim që populli i Themudit në epokën e tij kishte qytetërim të zhvilluar, por përsëri në këtë rast hasim fakte dhe shifra që janë të tepruara e që ngjajnë më tepër me trillime. Për shembull, disa komentues shkruajnë se populli i Themudit ka ndërtuar me gur 1700 qytete, mëtej Allahu flet për popullin e tretë, që është populli i Faraonit, dhe me Faraonin, njeriu e hunjve ku torturonte njerëzit. Ky ajet flet për mënyrën se si u soll Allahu me popullin e Faraonit, popull i fuqishëm dhe dhunues. Fjala Eutad është shumë si fjalës Wated dhe ka kuptimin e diçkaje me cilën forcohet një diçka tjetër. Përsa i përket faktit se pse Faraonin e kanë quajtur Dhil Eutad, janë dhënë komentime të shumta. Komentimi i parë thotë se Faraoni i kishte ushtri të madhe dhe shumë prej tyre jetonin në çadra. Çadrat ndërtoheshin me shtiza të forta. Të tjerë komentues janë të mendimit se Faraoni kur ndëshkonte dhe dhunonte ndo kënd, e vendoste personin mbi 4 shtiza, duart dhe këmbët i gozhdonte në to ose e lidhte atë dhe e linte në atë gjendje derisa të vdiste. Ky komentim është transmetuar në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, nga historia shpërcjell se Faraoni dënoi dhe dhunoi në këtë mënyrë bashkëshortin e tij Asien, derisa ajo vdiq sepse ajo besoi në profecinë e Musait, paqja e Zotit qoftë mbi të.
Të tjerë komentues janë të mendimit se fjala utet parimisht është ironi për pushtetin dhe themelimin e pushtetit. Sigurisht që këto tre komentime nuk kanë ndonjë kundërshtim me njëri tjetrin dhe është e mundur që të jenë të përmbledhura në ajet. Në një përmbledhje të veprave dhe punëve që kanë kryer këta tre popull thuhet, të gjithë këta shkelën çdo kufi në vendet e tyre duke shtuar atje shthurjen dhe korrupsionin. Korrupsioni në vetvete përmbledh shthurjen, dhunën, ndjeshmërinë dhe mos përmbajtjen e cila është një nga ndikimet e tiranisë së tyre. Çdo popull tiran përfundimisht zhytet në korrupsion. Mëtej në një fjali të shkurtër, por me shumë kuptim për sa i përket dënimit të dhimbshëm të këtij populli tiran, thot prandaj Zoti yt lëshoi mbi ata kamxhikun e dënimit. Fjala e sautu ka kuptimin e dënimit me kamxhik që në origjinal ka kuptimin përzierje të një gjëje me një gjë tjetër, por më pas kjo fjalë ka marr kuptimin dënim me kamxhik. Të tjerë këmbgulin se ka kuptimin dënim i përzier me mishin dhe me gjakun e njeriut, gjë e cila e mërzita të shumë. Në fjalët e prijesit të besimtarve, Ali ibn Ebu Talibit, paqja e Zotit qoftë mbi të, për sprovën lexojmë: betohem në krijuesin që e dërgoi në të drejtën, profetin. Do të testoheni në mënyrë rigoroze, do të shoshiteni sikurse shoshiten përbërësit në momentin kur bashkohen bashk. Fjala sabbe është interpretuar me kuptimin e rrjedhjes së ujit, por në këtë rast flet për forcën dhe presionin e përsëritjes së këtij dënimi, gjithashtu mund të flas për pastërtinë e sipërfaqes së tokës nga tiranët. Sido që të jetë kuptimi më i përshtatshëm është ai i fjalës sut, që do thotë ndëshkim me kamxhik, ky interpretim është i përdorur edhe për gjatë bisedave të përditshme, ku thuhet se filan person u dënua me rrahje kamxhiku. Ky interpretim i shkurtër flet për dënime të mëdha dhe të shumta që i kanë përjetuar këta popull, ndërkohë që populli i Adit, sikurse thotë edhe vet Kurani i Shenjtë, shkatrohet dhe zhduket nëpërmjet erës dhe të ftohtit. Fisi Adu shkatrua nga një furtunë shungulluese të rrept. Adi u zhduk nga faqja e dheut nëpërmjet erës së fortë të ftohtë dhe përvoluese, ndërsa për popullin e Themudit thotë se u zhduk si pasojë e dënimit. Fisi Themud u shkatrua nga një ulërim e tmerrshme. Për dënimin e popullit të Faraonit, Allahu thot në Kur'an se populli i Faraonit u mbyt në dallgët e Nilit, e kur na zemëruan ne u hakmorëm ndaj tyre dhe i fundosëm të gjithë. Në ajetin e fundit të diskutimit ton, Allahu i madhëruar i vën në dijeni të gjithë personat që ecin mbi gjurmët e popujve tiran dhe thot: vërtet Zoti yt është gjithnjë në prit. Fjala mirsad vjen nga rrënja e fjalës rasad, që ka kuptimin përgatitje për të kujdesur nga diçka. Ekuivalenti i saj në persisht është pritje. Kjo fjalë zakonisht përdoret në vende ku personat janë të detyruar të kalojnë tranzit dhe dikush është në pritje të tyre për t'i goditur ata. Si përfundim tregon se askush të mos mendoj se dikush mund t'u ikë thetrave të dënimit të Zotit. Të gjithë njerëzit janë në dorë të tij kurdoherë që ai dëshiron i dënon ata. Është e natyrshme dhe e dukshme se Allahu nuk ka vend dhe nuk ulet në vendet e tranzitit të njerëzve. Ky interpretim u tregon tiranëve dhe dhunuesve fuqinë, pasi gjithçka është e përfshirë në pushtetin dhe fuqinë e Allahut. Në një hadith të Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet se kuptimi i ajetit është: Allahu ka fuqi dhe pushtet që t'u jap dënimin që meritojnë jo besimtarëve. Ndërsa në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: mirsad është një urë që kalon mbi xhehenem, kush ka shkelur të drejtat e një personi tjetër nuk mund ta kalojë atë urë. Kjo gjë tregon një të vërtetë të qartë, sepse pritja e Allahut është e lidhur me kiametin dhe nuk është me urën e njohur të Siratit. Allahu edhe në këtë botë është në pritje të dhunuesve, pasqyrë e tyre është dënimi që pësuan popujt e mëparshëm. Fjala Rabbuk tregon se tradita hyjnore është e zbatueshme për të gjithë popujt e dhunshëm dhe për të gjithë tiranët, gjithashtu është treguesi mbrojtjes dhe i kujdesit të Allahut ndaj profetit të tij dhe ndaj besimtarëve. Armiqtë e përbetuar dhe kryeneç nuk mund t'i fshihen kurrë Allahut. Gjithashtu kjo fjalë tregon edhe një tjetër paralajmërim për ata që dhunojnë profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe besimtarët, se fuqia e tyre përfundon dhe zhduket me një tufan apo shkëndi nga qielli. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: shpirti i besuar, Xhebraili, më ka thënë se kur Allahu i madhëruar t'i vendos të gjithë njerëzit përballë tij në ditën e Kiametit, do të afrojë xhehenemin dhe urën e Siratit, e cila është më e hollë se sa një fije floku dhe më e mprehtë se sa shpata, dhe do t'i vendos mbi urë. Në urë do t'jenë edhe 3 ura të tjera. Në urën e parë janë të vendosura amaneti, punët e mira, mëshira dhe dashuria. Në urën e dytë është vendosur namazi. Në urën e tretë është vendosur drejtësia e botës. Më pas njerëzit urdhërohen të kalojnë mbi to. Ata që nuk e kanë mbajtur amanetin dhe nuk kanë kryer punë të mira do të qëndrojnë tek ura e parë, por nëse e kalojnë urën e parë dhe nuk e kanë falur namazin do të qëndrojnë tek ura e dytë, por nëse e kalojnë dhe qëndrojnë tek ura e tretë, pra tek drejtësia hyjnore, atëherë kanë shpëtuar.
Këtë kuptim kishte ajeti vërtet Zoti yt është gjithnjë në prit. Në fjalimet e Imam Aliut paqja e Zotit qoftë mbi të lexojmë, nëse Allahu do t'i jap kohë dhunuesit, nuk do të thotë se dënimi i tij do të hiqet, ai është në pritje të atyre, qafën e tyre ka në dorë dhe kur të dëshirojë mund ta shtrëngojë atë, saqë mos t'u kaloj poshtë as pështyma e tyre.